Ky është futbollisti i parë në histori që fiton 2 trofe evropiane të njëjtin sezon. Një sezon i çmendur, një histori që duket e pamundur dhe një rekord që futbolli evropian nuk e kishte parë kurrë më parë. Evan Gesand ka hyrë në histori duke bërë atë që asnjë lojtar tjetër nuk kishte arritur ta bënte, të fitojë 2 trofe të ndryshme evropiane të njëjtin sezon. Sulmuesi francez fillimisht fitoi Ligën e Evropës me Aston Villën dhe më pas Ligën e Konferencës me Crystal Palace. Gjithçka nisi me klubin nga Birmingham, ku sulmuesi 24 vjeçar luajti, shënoi gola dhe ndihmoi Aston Villën në rrugtimin drejt trofeut evropian, para se afati kalimtari i janarit ta dërgonte në Londër te Palace. Por aty historia mori për masa të pabesueshme, sepse Gesand kontribuoi edhe në triumfin e Crystal Palace në Ligën e Konferencës, duke përfunduar sezonin me 2 medalje ore nga 2 gara të ndryshme të UEFA-s. Një rekord historik, një rast pothuajse i pamundur për t'u përsëritur dhe një natë që e ka futur përgjithmonë emrin e Evan Gesand në librat e historisë së futbollit evropian. Për këtë dhe lajme tjera interesante rreth futbollit ndërkombëtar, vizitoni portalin telegrafi.com.